Mbështetja e një rritjeje qëndrueshme ekonomike, zhvillimit vendit dhe punësimit. Si ulja e nivelit borxhit publik, që është një detyrë parësore, siç u thash, të këtij buxheti dhe që e sheh me parësi ashtu siç jemi zotuar, po kështu sheh edhe menaxhimin e situatës në energjetik, që është një nga sektorët më problematik që morëm nga qeverisja e shkuar. Së treti, buxheti mbështet reformat strukturore. Kemi reformën administrativo-territoriale, gjithashtu është reforma e mbrojtjes sociale dhe reformat të tjera, qoftë në tatim taksa e tjera, që janë objektivi i katërt kryesor i buxhetit vitit 15, është një përmirësim cilësor i shërbimeve publike. Një ecuri pozitive është vetë shlyerja e detyrimeve të pravambetura. Ne deri tani kemi shlyer as më shumë as më pak, por gjysmën e detyrimeve që na la qeveria e shkuar. Buxheti i vitit 15 i përmbledhur në disa tregues bazë është totali të ardhurat është 414.5 miliard lek, ose 27.8% e prodhimit brendshëm bruto. Shpenzimet janë 475 miliard lek,